Miqtë e mi, përshëndetje. Historia jonë e sotme flet për një burr që fitoi medaljen e arit, ndërsa luftonte me forca speciale në Vietnam. Ai ishte mjek i caktuar të shërbente në mesin e popullit vendas. Njësia e tij ushtarake kishte një slogan: vetëm kur je në prag të vdekjes, ja njeh vërtet vlerën jetës. Ai e mësoi të vërtetën e këtij slogani atëherë kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Ishte 1 prill i vitit 1970. Unë isha me shërbim në fshatin ku ndodhej Dak Sieng, një nga 12 bazat ushtarake amerikane, mes 2400 vietnamezëve që i përkisnin fisit Montagnards, një fis që vishej me pece rreth këmbëve dhe gjuante me hark. Me dëmshurinë e quanim këta njerëz Yards. Në orën 5 aty mëngjesi armiku na sulmoi me artilleri dhe raketa. Po afrohen! Na kanë vënë në shinjestër. Zini pozicionet tuaja. Një oficer amerikan është plagosur. Lërëm të të shoh plagën. Duro edhe pak. Duro. Kam një kompres për stomakun tëm. Po ndishni të lirë nga prangat të radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 371. Programin që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Kur u përula që të ndihmoja vendasin vietnamez, dëgjova zhurmën e një predhe ose rakete që po vinte drejt nesh, edhe u hodha mbi trupin e tij për ta mbrojtur. E ndjeva shpërthimin. Njësoj si të goditesha nga një kal. Kështu shpërthimi më hodhi 7 metra larg, duke më përplasur mbi thasët e rërës për rreth gropave të mortajave. Më pas vura re që Deo, truproja im vendas qëndronte pranë meje. Doktor, jeni mirë? Mirë jam. Kush ushtari që po mjekojja? Kelvi sot këmbët. Deo, po ndihmo të gjej ushtarin e plagosur. Si urdhron, doktor? Më vjen keq, doktor, për ushtari nuk është më. Si? Vetëm copsa të trupit ti pas kanë mbetur. Si është e mundur? Si e preku predha atë kur unë mbulova me trupin tim? Nuk e di, por eja të çoj në bunkerin e nëndveshëm. Jo, Deo, ne duhet të ndihmojmë të plagosurit. Në rregull, doktor. Do të qëndrojmë bashk. Do të ndihmoj. Faleminderit, Deo. Ka shumë gra dhe fëmijë. Të gjithë kanë vdekur. Ata kanë hyrë në perimetrin tonë. Për personazhin e historisë sonë të sotme, puna si mjek sapo kishte filluar. Megjithse i plagosur, ai vazhdonte të mjekonte të plagosurit e tjerë. Në pjesën e parë të kësaj historie do të dëgjojmë për një sër ngjarjesh dramatike që e sollën këtë mjek në këtë pikë. Kjo është dëshmia e vërtetë e Gary Bikers, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Gjithnjë mendoja se duhet i tregoja të tjerëve se sa i Zoti isha, duke u përpjekur për të bërë më të mirë. Pasi një faktor ishte divorci i prindërve kur isha 5 vjeç, duke qenë se isha fëmia më i madh. Mendoja se duhet të sillesha ndryshe. Ne jetonim me familjen e mamit që na mbante shumë pranë, edhe na mbështeste. Nëna u martua sërish kur unë isha 8 vjeç. Njerkun e thërrisja gjithnjë baba sepse ishte një prind i mrekullueshëm edhe i dashur. Të dy punojnë shumë. Nëna punonte në një fabrik, por kjo deri në momentin kur një makineri i preu dorën. Tashmë baba i bënte 2 punë, po për të plotësuar të ardhurat e humbura, ai u bë pjesë e forcave speciale të marinës për të shërbyer me kohë të pjesshme. Disa muaj më vonë, në momentin kur ai po hipte në aeroplan për të shkuar në Virginia, ndodhi një aksident i tmerrshëm. Shkalla e aeroplanit u prish dhe këmba e tij ngeci midis shkallëve dhe aeroplanit. Mos më thuaj që ra. Po ra,
Pjesa e sipërme e këmbës u thye dhe kjo i shkaktoi shumë dëme në trup. Mos do të vdes gjë prej kësaj? Jo, por plaga e tij është shumë e rëndë, ndaj mos e lodh, në rregull. Në rregull, mami. E di çfarë më kujtua? Më kujtove ti kur ishe i vogël dhe re nga dritarja e katit të dytë. Të gjithë menduam se do vdisje, por mbijetove dhe ja dole. E po, jam i fortun. Po, por kafka e kokës u dëmtua dhe kishe më shumë se 100 të qepura. Qëndrove disa javë në spital. Kushërira ime, Zhaneta, thot që është lutur çdo ditë për mua. Rrallë herë shkonim në kishë dhe në klasën e 6 u regjistrova për të ndjekur orën mësimore të edukatës fetare. Kështu mund të dilja nga shkolla të mërkurave pasdite. Unë edhe djemtë e tjere terrorizonin mësuesen, por ajo tregoi shumë e mirë me ne, pavarësisht sjelljes tonë. Kur ne e pyetëm pse e bënte këtë, ajo tha se e bënte për Jezusin dhe naftoi t'i luteshim atij për shpëtim. Shkak se prindrit ishin invalid, jeta ishte e vështirë, por ata ishin gjithnjë optimistë dhe bën më të mirën për ne. Sidoqoftë, ne ndërronim shpesh shtëpitë dhe ndryshoja shkollë çdo vit. Deri në klasën e 9 kisha ndryshuar 11 shkolla, edhe kështu u bëra rebel. Geri, çfarë pas ke kështu? Hiç asgjë, çdo të kemun. Atëherë pse vazhdon të zhdukesh pa thënë gjë? Nuk më pëlqen kur të sjell policia në shtëpi. Gjyshi vdiq. Gjyshi është i sëmurë dhe nuk e duroj dot më i den që më duhet të ndryshoj shkollë çdo vit. E po gjyshi nuk mund të ri vetëm. Kjo është arsyeja pse po shpërngulemi që ne të kujdesemi për të. Atëherë më lër të jetoj me Hall Lenën. Kështu do të mund të shndroj në të njëjtën shkollë. Në rregull. Do të flas një herë me të. Unë jetova me Hallën edhe bashortin e saj, edhe e përfundova shkollën e mesme pa ndërruar më shkollë. Për shkak të frymës konkurruese që kisha, shkëlqeja në atletik, edhe kështu ndodhi edhe në shkollën e lartë. Për të qenë i pranuar, në vitin e fundit të shkollës fillova të pija me bashkëmoshatarët e mi. Faktori më i qëndrueshëm në jetën time ishte marrëdhënia që kisha me Donën, të dashurën time të gjimnazit. Ne ndoqim të njëjtin universitet, edhe të gjithë mendonin se do të martoheshim së bashku e do të jetonim të lumtur, por 2 muaj pas fillimit të universitetit, ajo më la. Prandaj bëra atë që do të bënte çdo i ri amerikan. Unë mendoja se nuk ishte ndonjë gjë në këtë botë që do t'ju ndante ndonjëherë ju të dyve. Edhe unë ashtu mendoja, po nuk ja ndryshova dot mendjen sado që u përpoqja. Më pas u zura me të dashurën e saj të ri, po kisha pirë. Me të vërtetë e ke, Geri? Unë jam i bindur që kjo i vuri kapakun lidhjes tuaj tani. Ashtu ndodhi. E kush i kupton gratë, edhe dashura ime më la. Unë erdha këtu që t'isha pranë Donës, po mendoj se do të largohem nga kjo universitet. E po pastaj çfarë do të bësh? Mbase regjistrova në ushtri. Po e diti që mund të të çojë në Vietnam? E çfarë se më çojë në Vietnam? Unë këtë dua, të shkoj ushtar dhe të luftoj. Unë kam një ide më të mirë. Le t'i bëjmë të dashurat tona që të pendohen për këtë që kanë bërë, duke u bërë pjesë e forcave speciale të marinës. Unë këtë do të bëj për vete. Dëshiron të vish me mua? Mos je çmendur gjë. Kushuriri im thotë që burrat atje janë si të marr. Të mësojmë vetëm një gjë, si të sulmosh. E ç'të keq e ka këtu? Unë do bëhem pjesë e forcave speciale. Beretat jeshile. Beretat jeshile? Po që nuk e ke keq ti? Dua të shkoj në Vietnam, në një njësi ushtarake që do të më jap mundësinë më të mirë që unë dhe Dona të bashkohemi sërish. Pasi u ndava me Donën, prisha 2 makina, por në të dyja rastet isha i pirë edhe godita pemë. Mund të kisha vdekur, por thjesht më përforcua ideja e të qenit më i ashpër. Gjatë pushimeve pranverore në vitin 1967, unë edhe shoku im i dhomës në universitet morëm një makinë të rastit për të shkuar në Dayton Beach të Floridas. Ai përfundoi në spital me apandesit, kështu që qëndrova me të dhe shfrytëzova mundësinë për të regjistruar në ushtri. Duhet të bashkohesha me trupat këmbësore, edhe më pas të kaloja provimet kualifikuese për forcat speciale. Duke qenë se isha atlet, trajnimi fizik nuk ishte i vështirë, por të ndiqja urdhrat, kjo po ishte jashtëzakonisht e vështirë për mua. Në një mision trajnues 30 ditor në zonën moçalore Everglades të Floridës, u hodhëm në moçal të ndarë në grupe me nga 3 veta. Rri i qetë. Plago, se edhe po nuk na hëngri krokodili, do të na hajnë këto mushkonjë. Nuk na ha krokodili me ja. Qa vëndi i shkret. Thonë se arsil në Vietnam. Si dhe qoftë, bëjmë mirë televizë. Skuadra e kuqe do të na ndjek. Cila është mënyra më e shpejtë për të mbijetuar? Shkaktësia, imagjinata, vetbesimi. Unë zgjodha të bëhesha mjek, sepse doja të ndihmoja njerëzit dhe u trajnova për 1 vit në San Antonio. Koha që kalova atje ishte si kohë pushimesh.
Pa dëshirën time shkova të shija një film ungjillizues dhe në fund 3 burra ndan dëshmitë e tyre edhe na ftuan të pranonim Krishtin. Unë dola jashtë. Kur u kthyem në repartin ushtarar të Fort Bragg, morëm një apartament në Fayetteville dhe në fundjavë organizonim festa. Djema, a nuk duhet ishe në kazermat tuaja në këtë qaste? Na i dhanë dhomat pas, kush nuk dëshiron të jetoj atje. Është shumë ngusht. Po, sigur t'ju zbulojnë. E dim ne se çfarë themi po na kapën. Forcat speciale janë të njohura për pavarësinë dhe shkathësinë e tyre. Edhe unë e përfundova trajnimin me mendimin se mund të arrija gjithçka që më vinte në mendje. Kam kontrolluar dokumentat e tua, ushtar Bikers, sepse doja të dija pse je ende në skalionin e tretë. Por tani e kam përgjigjen. Ke përfunduar duke shërbyer në kuzhinë 9 herë brenda 8 javëve të trajnimit fillestar. Me siguri të pëlqen kjo gjë. Jo, zotri. Nuk je i zoti për të ndjekur urdhrat apo jo? Nuk di si ti përgjigjem kësaj pyetje, zotri. Ti u zgjodhe si specialist mjekësie, por u trajnove me armët dhe u diplomove i treti në klasë. Tani duhet të jesh në skalionin e 5. Po, zotri. Forcat speciale njihen për pavarësi, vetbesim dhe shkathësi, por prapë i zbatojnë urdhrat, Bikers. Dëgjove. Po, zotri. Më caktua në grupin e 3 të forcave speciale në Fort Bragg, duke u trajnuar për të qenë pjesë e skuadrës A, të përbërë nga 12 ushtarë që konsideroheshin si më të mirët. Por fryma ime rebele nuk më lindte të ngjitesh e lartë. Një ditë shkova me makinë në Fayetteville, edhe u futa në lokal për të festuar pushimin tim nga detyrat monotone. Nuk mbaj mend se çfarë ndodhi dhe u përmenda në burg. Rreshteri i skuadrës time më tregoi se çfarë kishte ndodhur. Sa i lezetshëm je bër. Ka lezet shpirti kur të sheh. Zëre se ke qenë në luftë. Shiko si e ka të ndisur. Më duket se kam disa brinj të thyera. Çfarë ndodhi? Ja, ta them unë se çfarë ndodhi. Sipas raportimit të policisë po ktheheshe në Fort Bragg. Refuzove të ndaloje kur të tha policia. Dhe i drejtova ata jashtë qytetit, ku edhe patrulla shtetërore u vu pas teje gjithashtu. Kur ata të ndaluan ti i sulmove me një copë druri, kështu ata të vënë poshtë dhe të futën në burg. Pas kanë bërë një punë të mirë, zotri. Dëgjoj, Bikers. Mbi ty rëndojnë shumë akuza. I ke dhënë makinës si pirë, ke ushtruar dhunë dhe i harratisur. I ke bërë rezistencë policisë, ke sulmuar me një armë vdekje prurse. Mirë, mund të ndaloni këtu. Në rregull, Bikers, por të duhet një avokat i mirë. Avokati më këshilloi që të kërkoja vite të tjera shërbimi në Vietnam. Kështu u regjistrova menjëherë për të shërbyer në ushtri për 4 vjet më shumë. Gjyqtari hodhi poshtë të gjitha akuzat përveç pakujdesisë në dhënien e makinës, edhe më gjobiti me $100. Para se të nisesha në Vietnam, shkova me leje të takoja familjen në Rochester. Kur isha atje, bashorti kushurirës time, Baku, udhtoi nga Kalifornia për të më takuar. Pra ti mendon se trajnimi ka qenë i mirë? Më i miri që ekziston. Jam gati të përballem me çdo lloj situate që lufta mund të më sjellë. Me sa duket që ke gati për luftë, por po sikur të plagosesh ose të vritesh. Po për këtë je gati? A mos u shqetëso për këtë pjesë. Nuk më gjen gjë mua, jam i Zoti unë. Askush nga ne nuk është i Zoti, Geri. Bak, ti e di për çfarë kam fjalën? E di, por Bibla thot se të gjithë kemi mëkatuar dhe nuk e arrim dot lavdinë e Perëndisë. Nuk është e nevojshme të ma thuash këtë. Gjatë hedhjes së parë në trajnimin për këmbësori, disa nga djemtë thanë fjalë të pahishme për Perëndin. Geri, Perëndia nuk mund të vihet në lojë. Çto mbjell njeriu atë edhe do të korrë. Ke të drejtë. Mendoj se ata janë sjellësit pa mend. Do të bëj një pyetje, Geri. A mendon se do të shkojë në parajs nëse do të vdisje tani? Po unë jam shumë mirë. Dëgjoj se çfarë thot Bibla. Dhe duke qenë se është caktuar që njerëzit të vdesin një herë dhe më pas vjen gjyqi. Perëndia të do dhe nuk dëshiron që ti të humbasësh. Besoj ati, sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. E sheh? Perëndia dërgoi Jezus Krishtin, birin e tij të vetëm lindur që të vdiste për ty. Vdekja e tij është paga për mëkatet e tua kur ti pendohesh dhe vjen tek ai. E po edhe berretat jeshile janë gati të japin jetën për njëri tjetrin. Sido qoftë kjo nuk i çon ata në parajs, miku im. Jezusi tha: "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje." Më dukej vetja i pamposhtur. Megjithatë mbeta pa fjalë për faktin që ai bëri gjithë atë rrugë vetëm që të më fliste për Perëndin.
Unë shkova në Vietnam dhe më transferuan në një kamp të vogël të forcave speciale në kufirin Laosian në malet qendrore të Vietnamit. Si një 22 vjeçar, të isha antar i skuadrës A, për mua ishte një ëndër e bërë realitet. Mirë se erdhe në kamp, Geri. I ke të gjitha pajisjet që të duan? Nuk kam bërë një listë të gjitha mjeteve mjekësore, por mendoj se i kam ato që më duan. Helikopterët mund të sjellin çdo gjë për të cilën do të kesh nevojë. Ka ndonjë gjë që dëshiron të dish? Po, sa njerëz jetojnë këtu? Afërsisht 2300 vendas të fisit jardh. Rreth 450 po trajnohen për të bërë ushtar. Të gjithë ata që janë mbi moshën 12 vjeç mund të trajnohen për këtë. Madje ne kemi një 12 vjeçar që përdor një automatik të kalibrit 7.62 mm. Sa amerikanë jetojnë këtu? Po ja, 12 përfshirë ty. Jeni të shqetësuar për të infiltruarit komunist? E vërteta është që jardhët i urrejnë komunistët. Ndaj nuk jemi fare të shqetësuar. Jemi mjaft të izoluar këtu në kufi. A bëhen shumë betejë këtu? Sa të duash. Por mos dili jashtë kampit pa pasur një truproj vendas. Po ku ta gjej unë truprojën? Mund të zgjedhësh një nga ushtarët e trajnuar. Unë zgjodha një djalosh 15 vjeçar që quhej Deo, dhe së bashku krijuam një miqësi të veçantë. Ai u bë truproja edhe udhëheqësi im për të mbijetuar në xhungël. Deo më quante Baksi, që në gjuhën e tij do të thotë doktor. Mos shkoni nga Johan, Baksi. Ka tigra. Tigra? Se pas keni tigra ju në Vietnam? Po, të mdhenjë madje. Atëherë edhe komunistët duhet bëjnë kujdes për ty. E shikoni këtë lule, Baksi? Po, e shoh, si është puna me këtë? Kur je shumë i uritur është mirë ta hash. Kështu si është apo të gatuar? Më mirë kur është e gatuar. Kujdes, gjarpi! Jo urrej gjarprind. Ky është helmues. Helmues apo jo, unë urrej. A kemi edhe shumë rrugë për të bërë deri në vendin e takimit. Edhe pak, Baksi. Atëherë le të përdorim sinjale me duar këtë tutje. Deo më mbronte edhe ne u bëm të pandashëm. Detyrat e mia si mjek i skuadrës ishin të vëzhgoja dhe ruaja shëndetin e amerikanëve, si dhe të fisit montanjart në kamp. Unë zgjodha disa jart edhe i trajnova. Gjithmonë lajni duart përpara se të prekni një plagë. Duart kanë mikrobe. Mikrobe? Jo, nuk i shihni dot, por ato infektojnë plagët. Infektojnë plagët? Do t'ju a shpjegoj më vonë në gjuhën tonë. Shumë mirë. Kur dikush plagoset të rënd, ai mund të jetë në gjendje shoku edhe mund të vdes për kësaj. Ndaj duhet të merreni me këtë pjesë. Po sikur të ketë shumë gjakderdhje. Atëherë në fillim do të ndaloni gjakderdhjen. Gjakderdhja mund të shkaktojë gjendje shoku, ndaj duhet të vendosni se cili do të jetë hapi i parë që do të hidhni. Mbase do t'ju duhet të injektoni morfin të plagosurit. Në rregull? Në rregull. Mirë, pra le të vazhdojmë me procedurat laboratorike. Duke punuar si mjek skuadre, u përpoqja të trajnoja jartët në çdo gjë. Duke filluar nga dhënia e ndihmës së shpejtë, tek diagnostikimi dhe trajnimi i smundjes, përfshirë procedurat kirurgjikale, higjienën publike dhe shumë aspekte të tjera të mjekësisë. Por gjithashtu duhet të zhvilloja një marrëdhënie pune me yshtësin e fshatit. Çfarë ka joj? Yshtësi i fshatit e ka mallkuar. Po për çfarë e ka mallkuar? Ja thot që joj e ka mashtruar. Unë u përpoqja të flisja me të për ta bindur që ta hiqte mallkimin, por ai refuzoi. Më tha se joj tani është në duart e shpirtrave. Dhe joj është sëmur, kështu? Po. Nuk kemi mundur ta mbajmë nën kontroll. I kemi bërë analizat e gjakut, por nuk kemi gjetur asgjë. Dëgjova që familja e ka dëbuar. Si është puna? Kanë frikë nga mallkimi? Po. Bëj mirë ta çojmë në qendrën spitalore të qytetit të Plekut. Jo i vdiq në qytetin e Plekut. Edhe shkaku nuk u mor vesh asnjëherë. Jartët po mësonin misticizmin dhe zakonet pagane. Unë kisha një praktikant që nuk kishte prirje për mjeksi. Ai quhej Toti. Mos u merr me të. Ai është kaq i vendosur sa nuk dua ta lë në baltë. Kështu që e kam bërë specialist për parandalimin e infeksioneve. Dhe çfarë bën ai saktësisht? Ai është përgjegjës për higjienën në kamp. Dezinfekton tualetet nga mizat, djeg mbeturinat. Dhe si duket? E po ai më tha se do të jetë specialisti i parandalimit të infeksioneve më i zoti në ushtri. Edhe në fakt është, pavarësisht se çfarë lloj pune jep, ai përkushtohet me mish e me shpirt për ta bërë atë. Jeta ishte thuajse surrealiste. E thjesht, edhe unë ndjeja një ndjesi fitoreje te kujdesesha për shëndetin e fshatarëve, edhe ju mësoja atyre ato që dija. Punët e përditshme si blegtoria dhe përkujdesja gjë së gjallë, si pula, derrat dhe buhet,
me jepnin një ndjesi fitore. Marrëdhëniet ishin të sinqerta, të ndërtuar në dashuri dhe besim. Kishte bashkëpunim dhe të gjithë mbështeteshin te njëri tjetri për mbijetesë. Gjithashtu mbështeteshim edhe te helikopterët, që na furnizonin me pajisje të ndryshme. Ja ku po vjen helikopteri me letrat e familjarëve tanë. Pse për këtë ka ardhur? Ta siguroj. Sidoqoftë ka ardhur në kohën e dur, sepse ilaçet po na mbaronin. Nëse helikopterët nuk do të vinin vazhdimisht, thuaj se do ta harronim që jemi në një zonë lufte. Mua më pëlqen këtu. Jartët mund të jenë primitiv, po ata jetojnë jetën në një mënyrë që nuk është e komplikuar. Po ata nuk kanë as televizor, as supermarket, as makina. Mua më pëlqen qytetërimi, Geri. Ndërsa mua jo. Unë e adhuroj këtë vend. Unë kisha gjetur vendin tim midis jartëve. Ata punonin shumë edhe më prekën në një mënyrë që filloi të më ndryshoj. Më pas, në 1 prill të vitit 1970 ndodhi një sulm i papritur. Ne ishim rrethuar nga 10.000 vietnamez verior, edhe sulmet nga artilleritë e raketat zjatën për orë të tëra. Një predhe mbushur me saçma plumbi u përplas në shtyllën time kurrizore, edhe tronditja më paralizoi përkohësisht, por Deo dhe Toti më ndihmuan. Kështu unë mund të mjekoja të plagosur. Baksi, duhet të qëndrojmë të bashkuar. Mirë, Deo, mirë, por më ço pak atje. Nuk i mbaj mend të gjitha. Më kujtohet kaosi edhe terrori. Se si e tërhoqëm togerin e ri pasi kulla në mes të kampit shpërtheu, edhe u përpoqëm ta çonim në bunkerin ku mjekoheshin të plagosurit. Se si shkonim nga njëri trup te tjetri duke ditur se nuk mund të bëja asgjë për t'i shpëtuar ata. Se si e tërhoqëm zvarr një jart të plagosur duke i bërë frymarrje artificiale, se si u përballëm me armikun, se si herën e dytë u godita në i dhe herën e tretë në bark. Çfarë po bëjun këtu? U gjak, gjithandej gjak. Jemi poshtë, në bunkerin e urgjencës, doktor. Tani nuk mund të bëni asgjë. E di që do të vdes, por jo këtu poshtë. Më nxjerr jashtë në betejë. Në rregull, Baksi. Por do të qëndrojmë të bashkuar. Barku im ishte çar, por Deo dhe Toti më nxorën nga bunkeri. Kur mbërritëm pranë një bunkeri ku ndodhej një mitralos, dëgjuam zhurmën e një predhe që po afrohej, edhe Deo me Totin më mbuluan me trupat e tyre për të më mbrojtur. Shpërthimi e tundi tokën. Ej, mund të ishte një djema. Shkojmë. Deo? Deo ka vdekur, Baksi. Oh, jo. Nuk mund të ketë vdekur. Eja, do t'ju mbaj unë. Kujtimi i fundit i betejës së asaj dite ishte që u shtriva në një barel brenda një grope që kishte krijuar një bombë edhe pranë kisha Totit. Duke mos pasur më asnjë forcë për të qëndruar, rash për tokë dhe pranova që të më largonin nga zona e luftës. Ne kishim kërkuar mbështetje ajrore për të parandaluar shkatrimin, edhe aeroplanet reaktiv ishin mbledhur mbi atë zonë duke hedhur bomba dhe raketa pikërisht në kampin tonë. Ata qellonin gjithandej. Unë dëgjova zhurmën e një helikopteri që po ulej me shpejtësi për të shmangur sulmet. Baksi, ja tek është helikopteri që do t'ju largoj për ty. Tani nuk ka ku të më çojmë në Toti, sepse është rrëzuar. Unë ta shoh pilotin edhe artillerin. I shoh që të dy, Perëndi, si do të mund të jetojnë me këto kujtime. Pas atij helikopteri ranë edhe 2 helikopterë të tjerë. Ata shpërthyen si një top zjarri. Në ato çaste fillova të mendoja më shumë për jetën time sesa për jetët e atyre burrave. Gjëja tjetër që mbaj mend është që vrapova në terrenin e hapur kur uleshin helikopterët, edhe u hodha në krahët një mjeku të ri në helikopter. Ai u lëriti, duro edhe pak. Do të largojmë prej këtej, do të bëhesh mirë. Sa po mbërritëm në qytetin e Plejkut, mjekët më injektuan intravenos. Më pas më bën grafi. U përmenda në njësinë e kujdesit intensiv, impir, por i vetëdijshëm për njerëzit rreth meje të cilët rënkonin. Ata ishin burra pa krahë dhe këmp. Edhe infermierët ju qëndronin pranë ndërsa jepnin frymën e fundit. Unë doja të jetoja, edhe mblodha të gjitha forcat e mia për ta luftuar vdekjen. Më pas, humba vetdijen. Bëu i fort, Geri. Mund t'ja dalësh, lufto.
Mos lejo të mboshtesh, mos u dorëzon. Ti je më i fortë se kaq. Shikoje vdekjen në sy, edhe thuaj që nuk e frikë prej saj. Do të dalësh fitimtar. Zot, ndihmoje këtë djalosh të marrë veten në mënyrë që të të njohë ty. Sepse ti nuk e dërgove birin tënd në botë që ta gjykosh botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Përshëndetje. Unë jam kapelani. 2 ditët e fundit kam qenë pranë shtratit tënd dhe jam lutur. Më vjen mirë që je përmendur. Edhe unë jam i gëzuar për këtë zotëri. Ke luftuar një betejë të ashpër. E di. Ende nuk arriti ndjej këmbët. Doktorët thonë që kështu do të jetë për disa kohë, për shkak të tronditjes së fortë të shtyllës kurrizore. Çfarë është kjo në stomakun tim? Kolostomi. Zorra jote e trash ishte qarë. Kur u zgjova të pash me atë djalin duke u lutur. Vërtet, të kam sjell një kryq. Dëshiron të lutesh me mua? Zotëri, nuk di të lutem. S'ka gjë birë. Ai di si të të dëgjoj. Perëndi, unë nuk e di nëse ti je i vërtet. Nuk e di nëse je këtu, por jam i frikësuar dhe kam nevojë për ty. Kur po lutesha, ndjeva se ekzistonte dikush që ishte më i madh se dhimbja ime, më i madh se frika, më i fuqishëm se vdekja që më cënonte. Arrita ta kuptoja që ky dikush po kujdesej për mua. Nuk kisha më frikë, sepse e dija që Perëndia ishte i vërtet edhe më donte. Beteja donte shumë kohë që të përfundonte për Gary Bikers. Në programin tonë të erës së ardhshme do të dëgjojmë edhe pjesën e dytë të dëshmisë së tij të fuqishme dhe përpjekjen për të gjetur paqe. Dëgjuesi dashur, tek letra e parë e Gjonit në kapitullin 5 në vargjet 11 dhe 12, Bibla thot: "Dhe dëshmia është kjo. Perëndia na dha jetën e përjetshme, dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin, ka jetën. Ai që nuk e ka birin e Perëndis, nuk e ka jetën." Ju mund të merrni dhuratën e jetës së përjetshme nëse shkoni te kryqi e të kërkoni Jezusit t'ju shpëtojë. Tek letra e Romakëve në kapitullin 10 në vargjet 9 dhe 10 thuhet: "Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh se Perëndia e ngjalli prej së vdekurit, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim." Nëse keni nevojë për ndihmë në marrjen e këtij vendimi jetëndryshues në Krishtin, ju ftoj të na shkruani në Radio 7 Kutia Postare 2914 Tiranë, ose mund na dërgoni një email në info@radioviz7.net. Ndoqët programi me numër 371. Kjo ishte pjesa e parë e dëshmisë së vërtetë të Gary Bikers. Të lirë nga pranga, të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.